Por nëse provat vërtetojnë përfshirjen e të huajve në vrasjen e civilëve, gjithashtu mbi gjitha edhe rolin e Vučićit, cilat mund të jenë pasojat juridike për shtetet përkatëse dhe individët. Pa diskutim, duhet të kemi parasysh që krime të tilla nuk parashkruhen asnjëherë. Duhet të kemi parasysh që bëhet fjalë për vepra monstruoze që lidhen me krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit. E që sa do evonuar drejtësia në këtë rast do të ishte një lloj mesazhi dhe një lloj satisfaksioni për viktimat, për shkak se gjëja më e vogël që do të ndodh domosdoshmë do të jetë detyrimi për kompenzim të viktimave, dhe nëse vërtetohet fajësia do të nënkuptonte dënime deri në burgim të përjetshëm, pa asnjë modyshje. Pra, jo për shtetet, në kuptimin që ne nuk mund të, nuk besoj që mund të flasim për implikimin e shteteve të caktuara në organizimin e kësaj gjuetie, sepse nëse mund të ketë pas një italian, kjo s'do të thotë që Italia ka qenë implikuar në këtë vepër. Mirë po, sa i përket Serbisë dhe sa i përket shtetit Serbisë, në qoftë se konfirmohet, në qoftë se vërtetohet përfshirja në një monstruozitet të tillë e Aleksandar Vučić, atëherë s'do mend që pasojat do të ishin jashtëzakonisht të mëdha në kuptimin e delegjitimimit të politikës serbe, të institucioneve të Serbisë në planin ndërkombëtar, dhe ajo me të cilën sot po përballet Vučić, mendoj që do të ishte ndoshta një vulosje përfundimtare e fatit të tij, në mënyrë që pastaj edhe ai të përgjigjej njësoj veprave të liga të tij si ish shefi i tij Milošević në vitin 2001. Por a ka frikë sot Europa të përballet me të vërtetat e luftrave të përgjakshme të viteve 90, apo shohim një moment kthese në kërkim për drejtësi më në fund? Nuk do ta quaj Afrikë, por mendoj që në nivelin diplomatik ka pas një dozë të relativizimit të krimeve dhe të adresimit të përgjegjësive, ndoshta për hir të proceseve që duhet të shikojnë ka e ardhmja, në mënyrë që të mos ngeleshim duke u marrë me të kaluarën. Mirë po, e vërteta dhe realiteti me të cilin po përballemi sot tregon që nuk shohim dot drejt të ardhmes dhe nuk lëvizim në mënyrë të sigurt drejt të ardhmes nëse nuk e trajtojmë ashtu siç duhet të kaluarën. Dhe në këtë kuptim mendoj që sot po Evropa mund ta shohë fare qartë kërcënimin që paraqet Serbia e Vučić për paqen dhe stabilitetin në rajon, jo vetëm duke u rreshtuar në aleancën me Putin në kuadër të vllazërisë slave, por edhe duke ndërmarrë veprime që kanë minuar integritetin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, që vazhdojnë ta minojnë dhe ta kërcënojnë stabilitetin e Republikës së Kosovës dhe që e përfshin aparatin shtetëror të Vučićit. Pra mos të harrojmë, me qëllim po e bëj që të tërheq paralelet e ngjashme, sepse nëse në kohën e Miloševićit kemi pas një makineri të luftës të bazuar në dhunën e hapur dhe në propagandën e luftës, sot kemi një makineri të luftës të prirë prej Vučić që gjithashtu integron të gjitha institucionet e shtetit, rolin e kishës, akademin, shoqërinë civile, manipulimin e mediave në një komandë të vetme,